Arben Taravari ende I pasigurt nëse në zgjedhje do të garojë vetë apo me koalicionin Vlen. Ai në nisje të kuvendit të krahut të tij të Partisë Aleanca për Shqiptarët edhe krahas gjithë zhvillimeve që kanë ndodhur së fundmi, thotë se do të tentojë deri në fund që të gjejë një zgjidhje me Vlenin. I pyetur se kur ka qenë takimi I fundit me njërin nga liderët e Vlenit, Izet Megjitin, ai u përgjigj se bashkë janë takuar para 4 ditësh. Ne jemi pjesë e Vlenit, jo sa e shohim afër Vlenit, ne jemi pjesë e Vlenit, do të tentojmë deri në fund që të gjejmë një zgjidhje së bashku me Vlenin. Në qoftë se jo, kemi edhe opsionin që të shkojmë vetë në zgjidhje. Vetëm me zotëri Izet Megjitin ka qenë takimi takimi fundit me Izet Megjitin. Por një takim rastësor e quan ai, takimin me Ali Ahmetin dhe Bajram Begajn që u zhvillua të shtunën. Rastësisht gjeu takuam, unë kisha takim me presidentin, ato që ishin aty që inqizojshin e di, unë as pak që kisha informata se vjen aty mbas meje dhe Ali Ahmeti, po as gjë të keqe. Unë edhe mos kishte zhvillimet këtilla, unë se kam plan edhe ndërmend që mos flas një politikani shqiptar apo makedonas këtu në vend. Përveç me apasjerin s'du të kem punë. Me tjerit me kred jam ndjenje tulem, bisedoj, flas, të përshëndetemi, kështu që. Ndërkohë, Taravarin sot në kuvendin e partisë shoqëroi nën kryetaria SHS Ziadin Seles Isen Shabani. Ky fundit u pyet se a ka dhënë dorëheqje nga ai post për të qenë sot krah Taravarit. Shabani me një përgjigje të paqartë tha se ai dëshiron bashkimin e ASH-s. Sot po patëm takimin me kryetarin dhe biseduam çështjen të cilën unë me radhë kam paraqitur edhe në çdo parakitje time televizive që Aleanca duhet të jetë sa më e bashkuar në veçantë në situatat e fundit. Në pyetjen se a nënkupton kjo se Aleanca e Seles dhe Taravarit po bashkohen, Taravari mohoi këtë duke thënë se nuk ka tendenca të tilla. Përndryshe në kuvendin e sotëm të ASH-s Taravarit u miratua një rezolut me 8 kërkesa për tragjedinë e cila ndodhi në Koqan.